ka qenë një projekt ndërkombëtar dhe pikërisht aty ku një shtet i Bashkimit Evropian që ka investu, ka ngrit me trajnime në shumicën e shtetit Bashkimit Evropian, kam qenë shumë qendra gjenetike, por fatkeqësisht me ardhjen e lëvizjes vendosje në pushtet, ajo qendër nuk e përfundon misionin që e ka pas, pra të vazhdoj të bëhet qendër e mbashtimit kafshëve. Ka pas me u kriju edhe banka gjenetike ku të gjitha racat që i kemi në çdo pjesë për si është do të thotë tek gjellet apo tek lop që i thojmë gjuhë popullore busha, tek delet balusha, bardhoka e shumë kafshë tjera do të thotë deltari i lirë, për me rujt racat tona autoktone edhe mandej për me u regjistru në arenën ndërkombëtare me një kod gjenetik si racë tona autoktone dhe mos me na i marrë fshinje tonë. Po siç e dim ne në këtë kohë jemi në prag të zgjedhjeve të treta në aktiviti, ne i kishim edhe zgjedhjet lokale, ku e kishim një ngritje për rreth 2000 vota unë pej. Pra, kryesia Degës më kërkoi që t'jem kandidat, duke marrë parasysh që jam edhe profesionist, pra jam në fushë së lektorisë, pra gjithësisht jam magjistri i shkencave në mjekësi veterinare, ku për 12 vite kam punuar në qendrën gjenetike të Republikës Kosovës, e cila ndodhet në Vitimërisë të Pejs. Ka qenë një projekt ndërkombëtar dhe pikërisht aty ku një shtet i Bashkimit Evropian që ka investu, ka ngrit me trajnime në shumicën e shtetit Bashkimit Evropian, kam qenë shumë qendra gjenetike, por fatkeqësisht me ardhjen e lëvizjes vendosje në pushtet, ajo qendër nuk e përfundon misionin që e ka pas, pra të vazhdoj të bëhet qendër e mbashtimit kafshëve, ku në projekt kanë qenë krijimi bankës gjenetike të kafshëve, trajnime të veterinerëve, teknik veterinerëve, krijimi shumë shoqata të fermerëve. Ka pas me u kriju edhe banka gjenetike ku të gjitha racat që i kemi në çdo pjesë për si është do të thotë tek gjellet apo tek lop që i thojmë gjuhë popullore busha, tek delet balusha, bardhoka e shumë kafshë tjera do të thotë deltari i lirë, për me rujt racat tona autoktone edhe mandej për me u regjistru në arenën ndërkombëtare me një kod gjenetik si racë tona autoktone dhe mos me na i marrë fshinje tonë, siç është Malezi, Maqedonia apo Serbia dhe shtetet tjera. Por fatkeqësisht kjo qendër është mbyllur në vitin 2020 me ardhjen e pushtet të lëvizjes vendosje, pa ndonjë arsyetim, duke u thirrë që ne nuk kemi nevojë për ndërtimin e saj. Unë çuditem me mbylljen e saj për shkak se çka kemi me i thonë ne Bashkimit Evropian kur i kërkojmë ndihmë për projekte tjera, kur ne një projekt tyre pa taksapaguesve tyre ne e kemi mbyllur dhe kemi shkatruar. Po me funksionimin e qendrës do të thotë kishim pas edhe prodhim të materialit biologjik për përmirësim racor të kafshët, do të thotë mungon edhe ajo. Edhe mungojnë shumë gjëra tjera që janë do të thotë me i përmen. Ne kemi sjellë në aso kohë dhe kishim sjellë edhe shumë profesor me renome ndërkombëtare që i kemi sjellë edhe në Universitetin e Prishtinës për trajnime të ndryshme të studentëve veterinerëve, sepse shkenca po jetë çdo ditë, po dalin gjëra të reja dhe ne si Kosovë jemi shumë rapa me to.